Dëshmia e Xhemal Licit, kambisti që ra pre e grabitjes nga Nuredin Dumani, sot i penduar i drejtësisë. Lici rrëfeu sot para togave të zeza detajet e ngjarjes. Ai tha se mëngjesin e ngjarjes, rreth orës 6:30, po dilte nga shtëpia në lagjen Kalan e Elbasan kur u grabit. Dola, nuk mendoja se do më qëllonin, futa lekët në makinë, kisha 12 milion të reja me vete, i kisha në një çantë. I lash lekët në bagazh dhe u ktheva të mbyll derën e shtëpisë, rrëfeu Lici. Ai tregoi se pas pak 4 persona i dolën përpara dhe njëri nga ta e qëlloi 2 herë në gjoks dhe 2 herë në këmbë. Mes të tjerash ai rrëfeu se pas ngjarjes, disa herë Bujar Çela, vëllai i Talo Çelës, shkonte në dyqan dhe e pyeste nëse kishte mësuar identitetin e personave që i kishte sulmuar. Ai punonte taksigjinë të Sez, thyente ndonjë 20-30 euro. Kur nuk kishte njerëz aty, pyeste. I thash, ty nuk të vjen keq për mua? Duket sikur ke miz në kock, ke ardhur deri këtu, mos të shok më në dyqan. Lici deklaroi se nuk e njihte personalisht Talo Çelën, por e kishte parë më parë në televizor. Një vit para ngjarjes së Dumani, e pash Talo Çelën në një intervistë në televizion dhe e njoha nga përmasat e trupit si një nga personat që më goditi gjatë ngjarjes. Ai ka qenë pas Dumanit gjatë grabitjes, tha dëshmitari. Por cila ka qenë dëshmia e Nuredin Dumanit, të penduarit të drejtësisë? Në vitin 2013, me sa mbaj mend, më takon Talo Çela në një dyqan që unë kisha pas daljes nga burgu. Në këtë dyqan tregtoja këpucë të përdorura. Talo ishte së bashku me Gent Sharrën, me një mjet tip Regjina. Më tha se kishte një punë për të bërë, por na duhen njerëz nga këtej, duke nënkuptuar Durrësin. Desha të dija hollësi se për çfarë shumë bëhej fjalë, dhe ai më tha se bëhej fjalë për 200.000 euro. Aktiviteti i personit ishte doganir një korç, por se mbaj mend mirë, ose ky ose vëllai i tij. Me tha se nëse isha dakord që unë duhet të shkoja vetëm ditën e ngjarjes, por me vete duhet të kisha dhe një person nga ana ime. E pranova punën dhe pas një farë kohe Talo më shkruan, hajde takohemi. Kam shkuar dhe kam marrë Dorian Shkozën, sepse Dori në atë kohë ishte në konflikt me Gon Qafën, për arsye borxhesh. Për ta nxjerrë nga situata e kam marrë Dorin me vete. Kemi shkuar me furgon të linjës Durrës Elbasan dhe atë natë kemi fjetur tek shtëpia e Talos. Në shtëpinë e Talos erdhi Gent Sharra, ishte Talo, unë, Dorian Shkoza dhe shtetasi Ardian Çollaku. Ardiani do të na ndihmonte pas grabitjes. Talo e kishte bërë planin me Gent Sharrën. Ditën tjetër në mëngjes jemi çuar dhe kemi shkuar tek vendi me një Opel të vjedhur, ngjyrë të bardhë. Në automjetin tip Opel ishim unë, Talo Çela, Dorian Shkoza dhe Ardiani, i cili ishte shofer. Vendi ku do të shkonim ishte lagja Kala, Elbasan. Kemi pritur disa minuta aty duke pritur të dilte personi. Shohim që personi del nga një shtëpi 2 katëshe para se cilës ishte parkuar në rrugë një automjet vetur Benz me portobagazh. Ky personi ishte rreth 50 vjeç, zeshkan. Ai hap derën e mjetit dhe futi një çantë në sedelën e pasme, së bashku me një armë gjahu me sa mbaj mend. Aty kemi zbritur unë, Talo dhe Dori. Dori me Talo nuk konfrontuan me personin duke e qelluar me armë 2 herë në gjoks dhe 1 herë në këmbë. Në gjoks e gjuajti Talo ndërsa në këmbë e gjuajti Dori. Në këtë moment unë marr çantën dhe shkoj tek mjeti Opel.